linti si një histori e bukur dashurie për ata që po e jetonin, por zgjidhja e vajzës u refuzua nga familjarët e saj. Mezi debateve dhe përpjekjeve për ta bindur që duhet të braktiste gjithçka e të lindte atë që donte, Miranda nuk u tërhoq pas. Dashuria e saj me përparimin çoi në sjelljen jetë të një djali. Ishte viti 1982. Ajo thotë se solli në jetë një djalë, maternitetin e qytetit të Lushnjës. Ishte pa dyshim një nga çastet më të bukura në jetën e saj. U bë nën për herë të parë dhe teksa priste të ndjente aromën e të voglit që sapo kishte sjellë në jetë, i dha një lajm të kopshëm: i biri nuk jetonte më. Kjo do t'ishte edhe drama më e fortë e jetës së saj dhe jo vetëm. Ende dhe sot, ajo dhe përparimi janë bashkë dhe kanë sjellë në jetë 3 vajza të bukura e të shëndetshme, por pengu i së shkuarës i ndjek si hije nga pas. Nuk e pa kur fëmijën e saj të pajetë dhe ende nuk arrin të besoj që ai nuk jeton më. Se nuk e lejuan ta shoh. Si është mundur që u varos me aq nxitim dhe pa prezencën e familjarëve? Asnjë prej tyre nuk di se ku ndodhet varri i voglushit dhe të gjitha këto kanë bërë që të dyshojnë dhe të besojnë se i biri jeton. Pas shumë vitesh, kanë vendosur ta bëjnë publike historinë e tyre me qëllimin e vetëm të zbulojnë më në fund të vërtetën që aq shumë po i mundon.